Në kuadër të operacionit policor të këtuar pretendimi, uniformat blu të Tiranës kanë ndërmarrë veprime për të goditur një rast të rënd shantazhi dhe kërcënimi. Një 29 vjeçar dhe familja e tij janë përballur me presion të dhunshëm nga 6 shtetas, 2 prej të cilëve vëllezër që kërkonin pagesën e një borxhi prej 20.000 eurosh. Pas veprimeve hetimore, policia ka vënë në pranga një nga autorët, 4 të tjerët janë proceduar penalisht, ndërsa një person është shpadur në kërkim. Hetimi tregojnë se të gjithë 6 personat në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë përdorur kërcënime dhe shantazh përmes thirrjeve telefonike ndaj 29 vjeçarit dhe familjarëve të tij, duke ushtruar presion për dhënien e shumës së pretenduar. Policia njofton se gjatë operacionit është sekuestruar një automjet që dyshohet se është përdorur gjatë veprimeve kriminale. Materialet procedurale i kanë kaluar në Prokurorinë e Tiranës për veprimet mëtejshme për veprën penale, shtrëngim me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë kryer në bashkëpunim. Uniformat blu theksuan se hetimet vijojnë me qëllim hapjen e personave të shpadur në kërkim dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të këtij rasti si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për parandalimin e krimit dhe mbrojtjen e qytetarëve nga presioni dhe dhuna.